Tek dy ngjarje të rënda që kanë trënditur vendin brenda pak ditësh. Në Dragash humbi jetën imami i fshatit Zlipotok, 47 vjeçari Gazmen Tajrovci, i cili dyshohet se u godit me thik gjatë një konflikti. Ndërkohë në Feriza i hetimit për vrasjen e 32 vjeçarit Flori Maxhidema morën një kthes të papritur. Pasi prokuroria njoftoi se dyshuara kryesore është një 24 vjeçare, e cila dyshohet se më herët ishte në lidhje me viktimën dhe kishte qenë pjesë e dhunës së shkaktuar nga viktima. Nëse provohet historia e dhunës, si ndikon kjo në vlerësimin juridik të rastit, apo dështojnë institucion në identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës para se rastet të përshkallëzohen në tragjedi, dhe cilat janë detajet e tragjedisë në Dragash e gjithashtu kësaj vrasjes tjetër e cila ndodhi në Feriza. I këto çështje do të diskutojmë me një panel ku të ftuar në studio kemi ekspertin e shëndetit mendor, doktorin Sami Rexhepi, kënaqësi të jesh me ne doktor. Gjithashtu në anën tjetër, kolegu im gazetar Fatal Mehmeti na nderon me prezencën e tij. Zotëre Mehmeti, kënaqësi të kemi. Përshëndetje. Në lidhje direkte do ta kemi kolegën time Altiana Zogaj, e cila do të na lajmërohet nga vendi i ngjarjes. Sa na sjell të gjitha detajet e rastit, e ndërsa më vonë do të kthehemi dhe ta diskutojmë të dy rastet në fakt këtu në studio. Altiana, lidhja për juve. Krejt procedurat fetare që në fakt do duhej t'i printe imami Gazmen Tajrovci nuk mund t'a bëjë më, kjo për shkak se ai është privuar nga jeta me mjet të mpret nga i dyshuari Beshir Hamza. Mbrëmja e kaluar nuk ishte mjaft e qetë në fshatin Zlipotok të Dragashit për shkak se aty u raportua për një rrahje masive. Kjo ishte edhe informata e parë që arriti në policinë e Kosovës, ku menjëherë u nisën për të vazhduar me veprimet hetimore. Kur të njëjtit arritën në vendin e ngjarjes, në fakt panë që në këtë rrahje ishin përfshirë vetëm 2 persona. Njëri nga ta kishte pësuar lëndime shumë të rënda, në këtë rast imami Tajrovci, dhe këto lëndime i kishte marrë në pjesën e shpinës, ku ishte goditur më shumë se 5 herë me mjet të mpret, pra me thik nga i dyshuari Hamza. Në momenti kur kjo ndodhi, Hamza është arratisur nga vendi i ngjarjes, teksa policia ka vazhduar me veprimet hetimore, marrë parasysh që nga to është edhe pra elementi siç njihet çdo herë në këto raste, është edhe bastisja e shtëpisë pra të dyshuarit. Në fakt në vendin e ngjarjes ka qëndruar dhe ka qenë i pranishëm edhe mjeku kujdestar i cili është po nga ky fshat. Pra, nuk ka pasur një ekip të dërguar nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, kjo u konfirmua dhe nga drejtori i kësaj qendrës, por që me qenë se mjeku i cili punon në këtë qendër ishte bashkëfëtar i tyre, kishte dalë në vendin e ngjarjes jashtë orarit të punës, kishte konstatuar vdekjen e imamit dhe lëndimet që i njëjti kishte pranuar. Rrahja kishte ndodhur sipas informacioneve tona nga burimet të sigurta ekskluzivisht për shkak të pronës dhe se kjo ka të bëjë me prerjen e barit ose kositjen, si njihet ndryshe, të një hapësire që i përkiste pra të dyshuarit ose dorasit në këtë rast Hamzës, dhe që kositja dhe prerja e barit në atë pjesë ishte bërë nga imami e që ishte paralemruar të mos e bënte më. Kjo dyshohet në fazën fillestare që ka qenë arsyeja kryesore, por që janë duke u kryer dhe veprime të tjera hetimore se çka ka quar kryesisht në vrasje në Erënd që u raportua. Në policinë e Kosovës është raportuar dhe është në fakt regjistruar si vrasje e rënd, teksa prokuroria ka njoftuar edhe për arrestimin e babait të dorasit të dyshuar në këtë rast për veprën penale mosdhënie e ndihmës, e cila në fakt është gjithashtu e dënueshme sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Deri tash kemi këto informacione që lidhen me rastin, çka dihet është se elementi ose mjeti impret që është thika në këtë rast nuk është gjetur nga zyrtarët policorë në vendin e ngjarjes, por që i pyetur gjatë kohës së intervistimit në këtë rast Hamza ka thënë se kishte hedhur diku në një lëndin, por nuk i kujtohet ku, dhe se ai është arrestuar tashmë nga policia e Kosovës pas veprimeve të shumta hetimore që janë ndërmarrë, duke përfshirë këtu edhe dronët dhe pra nga hapësira në ajër, po ashtu edhe nga hetimet e kryera përmes njësitit K9, pra njësitit me qenë dhe njësiteve të tjera policore, marrë parasysh që të angazhuar kanë qenë gjithashtu edhe njësiti policor kufitar për të kryer të gjitha veprimet hetimore që rezultuan suksesshëm me arrestimin e tij, ndonse kjo u konfirmua nga burimet të sigurta se kishte
bashkëpunim edhe nga personi i dyshuar, në këtë rast pasi që u kap në lokacionin ku edhe dyshuaj të ishte në afërsi pra të shtëpisë të tij. Veprimet hetimore janë duke u kryer ende dhe pse ka hapësirë ende për të hetuar në këtë rast, nëse ka persona të përfshirë e që dyshohet që në fakt edhe një person tjetër është i përfshirë, por që vepra penale të cilën dyshohet se e ka kryer në këtë rast është vetëm shtyrje drejt veprimit që është ndërmarrë tashmë vrasja. Faleminderit shumë për të gjitha këto informacione, Altiana. Të gjithë këtë kronik të detajuar do ta keni rastin ta ndesni në njërin nga edicionet e lajmeve këtu në Klan Kosova. Është koha që të bartemi këtu në studio, disa detaje shtesë do t'i komentojmë edhe me zotrin Mehmetin përpara se ta kemi edhe një mendim prej doktorit. Zotrin Mehmeti, një imam i cili realisht është vrarë pa ndonjë shkak, edhe jo rastisht prapa kamerave, doktore përmendi vetë gjytësin. Po, pra, si fillimisht ka ndodhur një rrojën mes imamit dhe tashmë të akuzurit Beqir Hamza, i cili është arrestu më vonë dhe është ndjek edhe me drën. Pra me drën është ndjek edhe me qenë të specializuara nga ana policisë, ku kanë arritur pastaj ta gjejnë ku është dhe ta arrestojnë. Pastaj është arrestuar dhe baboi i tij, me arsyetimin që nuk është se i ka dhënë ndihmën e parë tashmë të ndjerit imami. Gjithë kjo thuhet që ka burimi i kësaj vrasje ka të bëjë me kositjen e një livadhi, e cila ishte në pronësi tashmë të Dorosit dhe thuhet që pa pajtimin e Dorosit hoxha ka shkuar dhe e ka kosit. Pra pa pajtimin. E kujna ishte prona? Prona ishte e tashmë të dyshuarit për vrasje. Dhe ai, sipas informacioneve, pra kishte paralajmëruar disa herë hoxhën që mos ta bënte një gjë të tillë dhe ka shkuar si më thonë si kënduk vetëm e ka bërë. Me xhamin diçka ose më Jo, absolutisht çështje private, sepse edhe nga reagimi që është dhënë edhe nga Bashkia Islame atje, kanë thënë që nuk ka të bëjë fare me punën e tij që e ka bërë si imam. Pra krejt ka të bëjë me diçka tjetër, çështje private. Dhe kjo çështje private është çështje e një livadhe e cila nuk ishte edhe hapësirë me thënë drejtën shumë e madhe, mirë po aty ka filluar burimi dhe tashmë ka goditur hoxhën me 5 plagë në shpinë, ku dhe pastaj ka mbetur i vdekur dhe po përsëris prap është arrestuar edhe baboi të dyshurit për mos dhënien e ndihmës, sepse ai sipas pra policisë kishte arritur i pari në vendin ku gjetur hoxha tashmë i vdekur. Dhe nuk ja ka dhënë sipas tyre ndihmën. Betet pra tashmë për të... Ka disa sene interesante, Dok, cilat kisha dashur me folë me ty. Fillimisht, ne nuk i dim shkaqet, mos të futemi në spekulim, pse hoxha ka tentu me pre një pjesë të barit aty, që nuk është dëm irreversibil, nuk është dëm ajo kështu e para, pra ka pas hapësirë këta dy besoj me bisedu. Çështja është 5 plagë thike, Dok. Një farë forme 5 plagë thike në shpinë, kjo është një vrasje, shfryrje një mlefi. Paramenduara, si ta cilësojmë një lloj të tillë të krimit për nga aspekti psikologjik apo psikiatrik, e sidomos kur ndodh për pa ndonjë arsye reale. Problemi është se 5 therje me thikjon pasoj e një mlefit i cili është grumbullon një kohë ma gjatë. Krejt kjo është pasoj se thjesht a jem të mendu se ka po shkojmë si shoqëri. Ne i kem hup komplet sistemin e vlerave etike, morale, gjitha vlerave tjera në qëtë periudhë kohore. Mandej, është shumë evidente edhe vetë fakti se nuk e kem një gjyqësit mirëfilt, në kuptimin e me qenë ekspeditive, institucionet, nëse është paraqit si raste dhe e parandalu, se ne shumë mirë e dim cili është mentaliteti jonë, edhe ajo është thjesht një impulsivitet kura je hup arsyen edhe mandej ka veprua. Ajo në 5, ajo në 10, ai deri sa nuk e ka shfryjat mlef, ai nuk është ndalë. Mirë po thëmë jënë bos një farmira analisti, kronikës zes, ta në kohën edhe shumë shpesh. E keqi është se gjithmonë po bisedojmë, masi po ndodhin në gjarjet,
cilat kishin mujt me u parandalu. Qoftë rasti në Ferizaj, qoftë rasti këtu. Se thjesht, po njerëzit është edhe po hezitojnë me paraqit rastin, se e din që shkon me muj ose me vite derisa ta merr një epilog, njerëzit nuk po e kanë atë durim, pragu i durimit është ullë shumë, apo e shini se ne jem gjendja dhe në komunikacion ose për një parking me uvra. Kjo është shumë alarmante për neve si shoqëri. Për shembull, nëse dikush vritet për një komunikacion, në komunikacion po më që në vrasit të afektit, zakonisht, nuk besoj se organet e rendit kanë faj aty pëse dikush thjesht qohet nuk mund me kontrolu. Jo, aty është se pragu i durimit e na ka ra shumë. E kjo bjen si pas faktorëve tjere. Për shkak të rrethanave tjera, aty është problemi. Po ku o marrin guximin? I përmendit disa faktorë, por në anën tjetër me gjithse vënojnë institucionet tona, gjithse e tha me të drejt doktori, Zotri Mehmeti, ne diskutojmë edhe për dënime që janë 10 vjet, 12 vjet, 15 vjet, 20 vjet, madje për vrasje. Ku e marrin guximin këta persona që prapë vazhdojnë? Reagimi burokratik fillon qysh kur e denoncon rastin. Unë po ju tregoj një rast shumë interesant. Një person ka pos dhunë sistematike nga gruaja ati. Dhe ka shku e ka denoncu rastin polici. A di çfarë i ka thonë hetusja? A nuk mund është fizikisht me përballu gruna? Hetusja policis? Ka thonë, a nuk mund është fizikisht me përballu një grua? Ka thonë, jo, po ka marrë njërë institucionale. Jo, më ka thonë, fizikisht mund është, nëse si e zoti fizikisht një gru, ti pse e martu. Pra, para me nda që hetusja e rastin. Edhe në qytet ka ndodhur Ferizaj. Në Ferizaj, hetusja. E di rastin konkret. Pra, hetusja. Me përballu grun. Po, as mund është fizikisht. Pra me ra grun. Po, pra të e nëzit. Po, kuptan. Pra, hetusja e rastit, kë rast ka ndodhur një muaj e gjysmë. E di konkret rasti, krejt. E njeni edhe personin. Krejt. Edhe nëse ftoni nga organet e rendit, ftoni me augjit. Lirisht kurdush. Edhe e hetusën e një. Pra, ideja o këtë. Pra, qysh në fillim vend që me falendru qytetarin, edhe me dhonë mbështetje morale, pse ka denoncu një rast, hetusja i thot as mund është fizikisht me përballu. Pra, e nëzit personin, me shku me përdur dhunë ndaj grus, dhe pastaj me ragu dhunë ndaj grave. Kur vetë hetusja gru i jep mbështet e nëzit. Me pak fjoll, kjo është vetëm një prej shumë rasteve, ku institucionet tona, në vend që me ndimu njerëz, njërën sa më shpejt me moni epilog që tha edhe ndëruare, pra ata gjenë njëra më burokratike duke vënë pengesa dhe në këtë njërë njerëz nuk kanë, sepse këtu jenë situata shumë të rënda. Dhe njërën më të letë për me zhjithë situatën, pastaj detyrohen, nxitën nga shumë faktor për me shku deri te raja, deri te vrasja tjere tjere. Na për vrejmë se po ka disa epizode. Ne kishim 2 epizode të ndryshme nëse e lidhim këtë me rastin e vrasjes në Ferizaj. Edhe këtu dyshohet se personi në fjalë pra, e ka ushtruar dhunën fizike ndaj autorës e cila po dyshohet si autore e kësaj vrasjes. Para javës kalume kishim edhe një plages e cila kishtë arë si pasoj e problemeve që kishin qifti dhe dhunës fizike që ka shkaktuar mashkullin ndaj, burrin ndaj gruas në këtë rast. Pra, dhuna në familje është të agravu në vrasje, që disa herë. Po rastin Ferizaj... Në rastin Ferizaj në interesant dhe detaj, Po, është i prej rasteve shumë interesante, të dytë jenë nga një fshat, të dy familjet nga fshat të Manasterc, është një fshat komune Ferizaj, të dy familjet, janë familje shumë të fortë, as do mos familja Begisholle, janë familje cila janë familje përparimtare në aspektin ekonomik. Kështu që familja e vajzës jetojnë në Francë dhe kanë orë për me kry pushimet pra në... Familja e vajzës. Pa familja e vajzës. Mirë po, shumë interesant të. është një detaj që duhet me theksu. Në momentin kur policia e ka fillimisht ishte o akuzu baboj dhe arsyetimi pra cilësimi i vrasjes ka qenë vrasje e rëndë. Në momentin që vrasja ka pranu vrasjen, menjëherë cilësimi ka marrë tjetër epilog, pra vrasje. Pase e në tërgu detaj shtesë pastaj. Këto linë dyshimi, si po flasë në aspektin gazetares, linë dyshimi bazuar që a ka mundur që baboj ta ketë kryer vrasjen dhe vajza ta ketë marrë përsi për 2 arsye. Se vajza
pra do të ketë shumë kollaj më të mbrojët. Sepse mund të mbrojët me idenë që ka qenë dhunuar nga personi dhe vojza ka mund ndihmë edhe në emergjencë Ferizaj. Edhe para. Dhe dyta, nëse do ta kishte vrarë babaj, cilësimi i vrasjes nga vrasja në vrasje e rënd do të ishte me njëherë një shkollë më e lartë e dënimit dhe me çka pastaj do të mund edhe do ta kishte më të edhe për ta shtuar vrasjen babaj. Këtë mënyrë, ky është një detaj që mbetet për të verifikuar, mirë po në stacionin policior Ferizaj vajza ka pranuar që ajo e ka kryer krimin. Pra pastaj pas disa ore babaj është liru. Dhe këta dy kanë qenë në lidhje kroni, kanë qenë në lidhje. Tani më në studion bashkangjitë dhe zonja Dita Makosje, zonja Makosje, janë, ullune, studia kena rezervu këtu një edhe për ju, zonja Makosje, në bashkangjitë në këtë diskutim, do të flasim edhe për aspektin kriminalistik të krejtë çështjeve, por, dok, a është që ajo një prej formave që fshehin krimet? Ju besoj që keni marrë pjesë gjatë karrierës tuaj edhe në për proceset ndryshme gjyqësore, a përjashtohet një pistë e tillë e hetimit, duke marrë parasysh se me të drejtë zotri Mehmeti po flet se autori i dyshuar është ndruar brenda një kohe të shkurtër. Ajtë po kthehem pak te zotri Mehmeti kur tha se e din saktësisht rastin kur hetusja e ka talë personin i cili ka denoncu një dhunë. Nëse marrim në aspektin ligjor, është një përgjegjësi edhe zotri Mehmetit nëse e din edhe nuk e denonco. Po ne tregova. I thash, a je i gatshëm me denoncu polici rastin? Po folim për në aspektin me denoncu në polici edhe me denoncu edhe hetusën edhe krejt rastin si rast. Na po ikim, se ka edhe plot raste, kur ne mjek t'jem dëshmitar të dhunës, edhe i ikim mos me involvu vetëm për shkak një procedure... Mjek dëshmitar të dhunës edhe nuk flasin. Po, se ka raste kur vinë trohura e me plot dëshmin trup që ka përjetu një dhunë. Edhe tash, ti si mjek, në aspektin ligjor, je i obligum me denoncu rastin në polici. Shumica, plot her i ikin asaj, për mos me u involvu në diçka që nuk është e ty. Edhe këto janë këto probleme, këto janë ato ku po ngecin institucionet në avansimin e kësaj. Nuk mëj me thonune një hetuse mos me pas aq një huri për dhunën familje. E nëse vërtet kem të tillë që nuk janë trajnu mënyrë adekuate me kuptu dhunën, me trajtu dhunën, me parandalu dhunën, atëherë cëlo është puna e tyre. E vërtet, Dita, ju bashkangjitë pak ma vonë normalisht, komunikacioni është i tillë. Çështja është, do doja të kaloj tek rasti i dytë pas që e përmbyllëm temën e Hoxhës, pra një vrasje në Ferizaj e cila deri në këtë moment paktën sa dihet, fillimisht ka qenë si autori dyshuar një burr, sot është autori dyshuar një zonjë e cila një zonjë e cila thuhet të ketë pasur edhe dhunë fizike nga tashmë i ndjeri. Ajo që mboni përshtypje në tregimin prej anës së Fatonit është fakti se këto i dyshuar është ndryshuar brenda një periudhe të shkurtër kohore. A është kjo edhe një farë forme e manipulimit gjithësysh për madje edhe fshehjes së vrasjeve? Kështu, tek rasti në Ferizaj, unë shoh ende si të papërpunuar pjesën e hetimeve, sepse nuk janë marrë ndoshta të gjitha deklaratat, unë shoh aty rolin kryesor tek personi nëna e vajzës, e cila ka qenë edhe ajo e përfshirë aty. Po ashtu nuk mund të dim edhe të kemi informacione. Person kryesor nëna e vajzës, sepse pas këtë informacioni po më intereson me ditë këtë vështirë. Informacione kam nga mediat, mirë po është personi i cili konsiderohet si dëshmitar në këtë rast dhe pasi të dytë janë si të dyshuar, i vetmi dëshmitar është kjo zoja, duhet të merret në konsiderat deklarata e saj. Jo, nuk është kështu. Dëgja, fillimisht kështu. Fillimisht është arrestu vajza dhe babaj, janë arrestu të dyshuar. Nëna, si që tha edhe parafulsa, është marrë si dëshmitare. Kur
kanë shku në polici, vajza e ka pranu vrasjen që e ka kryer. Edhe me qenë se e ka pranuar, policia pas disa ore ka liru babojnë, i cili fillimisht ishte arrestu si dyshuar. Mirë po vajza e ka pranuar që aje ka kryer krimin dhe orma figuran që ishte në emër të vajzës. Në emër të vajzës? Orma. Prandaj vajza ka thënë që unë kam kryer krimin dhe pas disa orëve baboj është liruar. Fillimisht është liru vetëm nëna, se ajo ka dhënë vetëm një deklarat, pas disa ore E që sa ditë kishin orë ta prej Francës? Dhe tashme është vetëm vajza në Që sa kishin orë prej Francës? Të qopim pak më shumë kontekst, zonja. Në këto raste është rëndësishme mi pas në konsiderat gjitha rrethonat. Sa kanë orë prej Francës? Ku kishte lejen e armës në Francë apo në Kosovë? Ajo është shumë spektike dhe çdo spekulim mund të më pengu hetimat. Unë po mendoj që duhet të marrë konsiderat çdo rrethon që është aty, çdo gjurmë, çdo dëshmi që është mbledhur, provë, deklarat. Dhe deklaratat janë të rëndësishme, edhe pse vajza në këto momente ka thënë që e ka kry veprën, prap se prap, po, ne nuk e dim nëse ka pas ajo dhuna, sepse thuhet që ka pas dhuna dhe shanja. Ka pas sepse ka shkuar në emergjencë Ferizaj dhe ka monë dimën e por vajza. Ka shenja dhunës vajza, nuk është që s'ka pasur. Mirë po në nuk e dim se çfarë konflikti ka pas në një banesë, po kanë qenë përfshime dhe familjar, nuk mund të themi që... Dhe nuk e dim në çfarë kohë është kryer vrasja, në çfarë kohë është vizituar vajza tek... Ato e tregon më së miri te obduksioni, për sa i përket, po distancës të gjujtjes, pastaj kohën se kur ka dhënë jetë viktima. Andaj është mirë me i prit këto rezultate për me mujtë me thënë që... është shumë thjeshtë me dorëzën e parafinës mundën me u gjetë gjumë të barutit edhe sak dhjet se kush ka qenë autori. Kush ka shti, po me siguria jo së është bo me një po ende, po, ekspertiza balistikës, kështu që është... A ka mundësi sepse gjithmonë ne i frigojmë manipulimit të rasteve. Tash, performën që është manipulu, performën që është ka rjedhë, edhe komplikimet që na vinë si pasoje një familje të njashtë, një mrena, 3 antarë të një familje që do mos dëshmërisht do të ambrojnë, cilin do të qoftë autori, do t'jenë dëshmitarët e vetëm, a ka mundësi që ta zbardhin në këtu kushte të vërtetën e vërteta asaj se çfarë ndodhi me këtë person? Nëse do të bëhet një hetim multidisciplinar, dhe pse mendoj që do të mbledhen të gjitha këto raporti obduksionit, atëherë dhe të gjitha raportet e ekspertizave, po ashtu dhe deklaratat për atë tash është e rëndësishme dhe kisha pasur dëshirë që të bëhet një hetim edhe për para rasti, do me thonë se si kanë qenë në raport këta të dytë, sepse ne nuk e dim nëse kanë qenë në një konflikt edhe më herët dhe është përdor kjo dhunë që tash po quhet që është përdorur ndaj kësaj vajze. Nuk e dim se aty ka qenë vazhdimi këtyre konflikteve të cilat kanë qenë më herët dhe si ka ardhur deri tek momenti i vrasjes. A ka qenë e momentit e qastit, një shpërthim ekstrem i agresivitetit, apo ka qenë e planifikuar. Nuk mund të themi asgjë pa u definu të gjitha rrethonat hetimore. Nuk mundemi me folë për një planifikim nëse ai është dhuranë në shtëpinë e... Ashtu. Do me thonë, nëse dikush më herët ka ushtru një dhunë, e cila është evidentu në një institucion shëndetësor, si pasoj, lëndime si pasoj dhunës, edhe ai njëjti vjen prapë në shtëpi. Po. Ajo është pak, në të kuptimin, unë jam kapadahi edhe mu s'keni që ka me mbo. Nëse kjo është viktime dhunës, e ka njoftë. Po flasim për një familje e cila jeton në Francë, edhe për një djali cili është këtu. Edhe këto raporte, thjesht nuk janë, mësëm që ndosha, po janë shumë konflikte po paraqiten. Për shkak se nuk po njihen mjaft, mandej, është dikush që është rritë në një kulturë, në një mjedis tjetër, në një mentalitet tjetër, edhe thjesht nuk mund me u pajtu me këtu, edhe pse dhuna as këtu, as kërkun botë nuk pranohet. Vrasje ka gjithë ka në për botë. Mirë po, ne mundemi me botë diçka ma tepër si shoqëri për me indalu dhe mos me qenë ka shpeshta këto rastë. Qka do të me bu, Dok? Sepse këtu po delë që njerëz nga kategoritë ndryshme na zbashu kena diskutu edhe për vrasjet të kryer nga persona që nuk kanë pas predispozita kriminale.
Edhe që linë pyetja, a ka si cili person predispozita kriminale, a mund të jetë vrasës se cilin nga ne, dhe si ta trajtojmë jetën, po thëmë kështu, ose ma mirë aspektin social, që të mos e bim vetën në ato opozita dhe në ato farloj mendimesh. Në aspektin potencial, se cili prej neve mundet me qenë vrasë. Edhe nuk i dim situatat deri ku mundemi me menagju sjelljen tonë, durimin tonë, sa është ai progu i durimit, edhe kur të i kalohet. Ta marim, nëse je prind edhe po sheh diçka të fëmijëve jotë, atëherë është shumë vështirë me e përmbajt vetën. Po. është shumë vështirë. Mandej ka plot situata, mirë po, me thonën se po vrahat për një livadh, po vrahat për një parking, po vrahat, kjo është vesh diçka që thjesht po të regon se kem një problem shumë serios me sistemin e vlerave tona etike dhe morale si shoqëri. Para se të kthejmë të këfatoni, po du me dalë të dita që shëshet të realer. Cilat sa për plëcojmë kushtet na si shëshëri për me në ndodhë këto krime, sepse doki para prakesh nuk e di nëse ishte në studio, paka shumë në formë rrethanori për menë, që edhe disa faktorë të cilët ndikojnë aty, nuk është vish një moment i caktuar, sepse ajo ceko për mlefin e vazhdueshëm, kështu që mlefin e shkaktojnë faktorë të ndryshëm. Në rastin para pra, kur fojnë për disa goditje me thikë, pse erdhen? Në krimet përgjithësi nuk po kemi vetëm një jetë humbur, mirë po kemi një shoqëri e cila nuk po mundet me parandalu këto fenomene, po kemi familje të prekura dhe po kemi fatkeqësisht një humbje të ndjenjes së sigurisë, sepse ne jetojmë mbi siguri, duhemi të ndjehemi të sigurt që të jetojmë në një ambient, në një shoqëri. Dhe unë në aspektin kriminologjik mund të them se po e shoh është një fenomen imitimi i krimit, ku po e shoh që kjo po ndodh sepse i njëjti lloj i krimit ose i fenomenit po ndodh në disa vende në rajon. Kemi pasur rastin Gjakove, cila ka ndodhur në një lagje me armë të ftoftë, kemi pasur pastaj në fshatin Kobaj në Prizren, e cila tashmë është përcjell në një fshat tjetër në Dragash, në të njëjtën formë, ku janë të përfshirë shumë njerëz dhe nuk shkojnë nga ajo të parandalojnë ose të zgjidhin konfliktet, mirë po ata vazhdojnë të jenë aty pjesëmarrës. Për mua, çdo person që ka qenë pjesëmarrës aty dhe nuk e ka raportuar këtë rast është fajtor. Dhe përderisa ne nuk vetëdijsojmë në aspektin e raportimit dhe nuk i besojmë institucioneve policore ashtu edhe të drejtësisë, ne kemi me pas gjithmonë problem, sepse e shohim nganjëherë një gjest për shembull që mundet me përfunduar tragjikisht në fund dhe ne si shoqëri nuk e raportojmë këto. Tisha të lidhe më herët që tha edhe profi me atë pjesën që edhe mjek nga një herë gurojnë, e lemo qytetarë të cilët nuk e kanë atë besimin që ai proces do të shkojë deri në fund ose nuk do të ketë zgjidhje për atë person. Mirë po, në momentin që raportoni një rast, atëherë 50% mundeni me parandalu një tjetër, e cila do të ketë një përfundim fatal. E vërtet, po për shoh të rëndësishme shumë raportimin dhe këto gjithmonë e theksoj. Po, e vërtet, po edhe ndryshimet, nuk mujna me ndryshu botën, pa e ndryshu vetën. Kështë që doken, kisha dash me pyet dok, cila është forma që na me largu veprimet afektiv? Çfarë do të qoftë ai, mbasi jena të shu drejt fundit të diskutimi, të paktën ta kena një këshill që shmi ka afektet. Ato shumë... është një moment kur dikush po të shkon shumë nerva, kështu dhe është lyp. Personalitetit të vetë individit, nuk ka një formulë si regull që... O ka një teknike cila ju ndihmon. Ajo që ka është shumë me rëndësi, është që duhet me mësu, me në udheq arsyeja jo emocionit, jo inati, jo mlefi, jo gjelozia, por arsyeja. Sa ma e madhe tjetë ndjenja e inatit ose mlefit, shumë ma e vogël, atëherë arsyeja funksionon shumë ma pak. Thjesht duhet me kultivu, ne si shoqëri,
një individ të përgjeshëm i cili i din pasojat ose mund mi marrë me men cëllat munden me qenë pasoja edhe aj me raportu një rast. Mandej edhe me u mundu që mës me pas shumë procedura administrative apo me u bo një dëshmitar medial me njëherë përshka kësësej cëli heziton për pasoja cëllat mundet me i pas. Këtu duhet me gjithë në një mekanizëm. Më stomë si këta që janë informatorët për dukurit këqia në institucione, që duhet me qenaj i mbrojtun, atëherë njerëzit veç do t'jenë shumë të përgjeshëm për raportimin e asaj qka shohin. Këtu ne jem të ngec, nuk mundemi me thonë se po e marim një shkollë, po i trajnojmë të gjithë dhe të gjithë kanë me reagu në njërë të njëjtë, jo se ajo është shumë individual. Po, feks, në base mujna me kultivu një formë tretë të zhvillimit të gjeneratave, apo në kuptanë, sepse unë mendoj që edukimi hershëm. është pak e qëditshme, na i kena kërkoj falje, du të këthejmë të këtë fatën, është pak e qëditshme, për shembull ne i shohim të gjithë ata akterët e muzikës, industrisë në përgjithësi që triti idealizojnë temat kryesorën, drogat, armët, prostitucioni, vrasjet, sjellja si mangup, apo kabadahi, apo gangster, apo që shëthojnë. Besoj që do këtë shkje ka një fardo impakte. Mjerisht ato po i kultivojmë edhe në televizionit tonë, qoftë publike, qoftë tjerë. Edhe, sinqerisht, shumë mirë që këtu të na nuk jena të shua, se se në qëtë pjesë njëna shumë krenari, jena të shku drejtë fundit, fatam pianisi prej te një koment për fund, lidhe me shtu krime, për shumë prej të na kema diskutuar. Në rostin të rizaj, kam një pytje retorike dhe një retorike, në base profesori mundet me nadhimu. Pytja por është, a ishte personi i martuar apo jo? Unë e kam një disa informacione. Po? Cilat mbetën për do verifiku. Cilat janë informacion që i kiti, informacionet të pa konfirmuara deri me këtë moment që na vinë nga tereni. Që personi mund t'jeti martuar, personin fjallë. Disa të ofër në ti kanë thënë që kështë i martuar. Ta shumë nuk e marë përgjithsin, për deri sa nuk e di edhe dy tash. Profesori mundet më nëndimu këto. A mundet një vajzë në afekt, ta qëlloj me një plom në kokë dhe me vetëm një plom, se viktima vetëm një plom e ka. Në afekt, me vetëm një plom në kokë. Të vritet, pra... Kjo pyetje për të dy shkon madje, edhe shumë faleminderit që të kam në studio me plotësu kështu, kolegi dashur. Po. Një plom mund me qenë edhe fati i ti, se nuk po flasim për një profesioniste me siguri të ushtrume dhe ajo e kanë gjerë dhe e ka vra. Kjo është supozim se nuk e dim. Jo, pa marë parasysh. Shpesherë ndodhin kur ne dojmë diken vetëm me plagos ose me friksu, po kur se din se qëvarane gjakut muj me qëllu, edhe me shkaktur dhe kjene për një hershme. Ma ndej në kokë. E dyta, po flasim për një vrasje e cëlla ka qenë në afërsi, do me thonë ata kanë qenë mrena në dhomë. Dhe nuk është problem prej 1 metri 2 me qëllu dikon në kokë. Se ajo pa dyshim që ka shti për me vra, jo për me friksu. Absolutisht. Nëse s'ga bëj edhe në cilësime, zonja Makas, që plak të cilat merë në pjesën e stomakut dhe të naltë janë tentim vrasja, po? Qashtu janë tentim vrasje. Unë dua të respektoj pra prezimimin e përfajsis, se aty mund të kishtë qenë edhe një person i tretë, të cilën ende nuk e dim, se ende nuk janë përfunduar, dhe ta kryej mirë, po në momentin që ajo e ka pranuar fajsin, dua të them se mund kishte qenë ajo në ndikim të viktimës tani më, dhe po mendoj që ka pasur një presion psikologjik, dhe atë ka po në atë moment si pështim, do me thonë prej këti personi, ka qenë e kërcnuar, sepse e ka marrë gjithat guxim për me ekzekutu dikë në kokë, është me të vërtet është vështirë për një vajzë në atë moshë. Mirë po mendoj që ka dashur që një herë për gjithmonë të bëjë zgjidhje si pas aspektit psikologjik në ato momente. Për pjesën e parandalimit, desha të cekë se unë e shoh shumë të rëndësishme
që në edukimin e hershëm në përshkolla të kemi mësime të empatisë, sepse empatia është mungesë e madhe në shoqërinë tonë, sidomos tek të rinjët dhe të pasur konsiderat për të tjerët dhe të ketë një metodologji për menaxhim të konflikteve, sepse të gjitha këto po na çojnë drejt një agresiviteti të eskaluar dhe po përfundojmë me krime të ndryshme. Se çfarë po na ndikon në humbjen e empatisë, mbase doktor Samir Regjipi në të ardhmen do ta ketë mundësinë të diskutojmë këtu në studio. Zotëri Regjipi, gjithmonë kënaqësi me ju pas. Faleminderit shumë që ishte në Kosova Today. Dita Jo kënaqësi për kësaj tema, por kënaqësi me pas një këndvështrim profesional në kuadër të një ngjarje dhe urojmë që tjerë të cilët e kanë pa ti marrin ato këshilla të cilat i dha për vetë kontrollin dhe gjëra të tilla. Dita shumë faleminderit që ishe në Kosova Today. Mehmeti kishte diçka me thonë fund para se të përshëndetemi. Duhet të shpreh ngushëllime familjes së Axhedemës për humbjen e tashmë të afërmit të tyre, gjithë ata që e kanë njohur personin fjalë. Çdo gjë që ne kemi thënë këto janë pra informacione të pakonfirmuara, kështu që duhet që besojmë që nuk i kemi lënduar asnjërin prej të përmendurve gjithë këtë histori, sepse qëllimi ynë është thjesht për të dhënë informacione për publikun dhe gjithashtu në kuadër të profesionit që ne kemi si gazetarë dhe si media. Jeshtë ndërgjegjësimit popullatës. Absolutisht, do ta ceki, pra shumë faleminderit edhe një herë edhe për këtë pjesë të gjithë personat e përmendur